Prej vitësh këto uji nuk rrjedh e rrota nuk sillet për t'bluar grur e asmisër. Megjithatë, mulliri i vjetër së fundmi shërbeu dikujt për një vepër kriminale, për të fshehur municion. Ky mulli i vjetër gjendet rreth 4 kilometra larg fshatit Bojnës, ka rrugës e cila e lidh Bojnskën me fshatin Rik. Pas ditën e së premtes njësitet e KFOR-it këtu gjetën sasi të armatimit, uniforma ushtarake e lek antiplomb. Një ditë pas ngjarjes, këtu njësitet policore të Kosovës vazhduan hetimet lidhur me këtë rast, por pa arritur të gjejnë diçka tjetër. Përveç uniformave ushtarake dhe 28 fishekëve të armës së gjatë, këtu KFOR-i gjeti edhe 3 granata dore, 2 shok bomba, një bombë ndriçuese, 3 gjoksore për armatim dhe 3 karikator të zbrazët. Për shkak të bimëve të cilat janë rritur së fundmi, mulliri është zëri vërejtshëm nëse kalon në rrugën Këndej. Ndërkohë, nga policia nuk kanë konfirmuar nëse armatimi i gjetur mund të ndërlidhet me sulmin e 24 shtatorit e vitit 2023 në Bojnsk. Sidoqoftë, municioni e uniforma tashmë janë konfiskuar nga policia, e cila është duke hetuar rastin në drejtim të veprës penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedimi pa autorizuar i armëve. Disa prej granatave të dorës, bombave shokuese dhe atyre ndriçuese, krahas edhe fishekëve dhe lekëve të cilët i mbanin ata, sipas burimeve të televizionit ishin gjetur në disa prej kazanëve të cilët shërbenin dikur në këtë mulli. Rruga deri te mulliri, e cila është e pashtruar gjatë ditës, u përshkua edhe nga disa njësi të policisë. Një sasi edhe më e madhe e municionit dhe uniformave u gjetën më 20 ditë shkurt në një shtëpi po ashtu të pabanuar në Leposavić.